Ministri i superskandaleve Blendi Gonxha, përmes një statusi ka hedhur akuza dhe vrerë ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Gonxha, skandalet e të cilit nuk i kanë harruar shqiptarët, e quan Berishën shpifës, përçarës, luftënxitës, vrasës, hije e kopshme, gjakndjellës e tjerë. Po ashtu siç e theksuam, shqiptarët nuk e kanë harruar se kush është Blendi Gonxha dhe ja kanë kujtuar në komentet e statusit të tij në të cilën nuk ka asnjë mendim pozitiv ndaj tij apo deklaratës së tij. Komentuesit e kanë degeneruar Blendi Gonxhan, ndërsa ministri i superskandaleve mendon se shqiptarët kanë harruar bëmat e gjëmat e tij, e ka gabim, pasi përgjigjet ja kanë treguar se imazhi i tij dhe dëmet që kanë shkaktuar janë ende të freskëta në memorien e tyre. Komentuesit i kujtojnë se ka vjedhur pafund, i kujtojnë dhe kur përmbyti Tiranën dhe ja mbathi, i kujtojnë se gjatë gjithë kësaj kohe në pushtet ka vjedhur bashkë me të tjerë. Blendi Gonxha, para se të shfryjë vrerjen e tij ndaj Berishës, duhet të lexojë këto komente që sigurisht i ka fshirë nga statusi i tij për të kuptuar se kush është Blendi Gonxha për shqiptarët dhe si e kujtojnë atë në pushtet.